Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin radhës. Një nga shqetësimet dhe problemet më të shpeshta që ndodhen në Kosovë, padyshim që janë trajtimi i punëtorëve, e posaçërisht në sektorin privat. Por angazhimit të sindikatës së pavarur duke bërë me të pamundurën që është në kompetencë të tyre për të mbrojtur interesat e tyre, për të folur lidhur me gjendjen e sektorit privat, kemi të ftuar kryetarin e sindikatës së pavarur të sektorit privat, zoti Jusuf Azemi. Prandaj zoti Azemi që gjatë kohë jeni pjesë e televizionit Arbëria. Mendoj që është që dhe shqyusi juj. Ku qëndron sot sektori privat? Kosova pa institucione ende, por menimi i probleme në mbrojtjen dhe integritetin e punëtorëve në sektorin privat. Po faktikisht dalgët po themi kështu dalgët e lëvizje që i kemi për rreth në brenda Kosovës, po del që kjo pozit në shumicën e raste jo që po mund të lëvizim në aspekt pozitiv, po kthehemi edhe mbrapa. Normal që në këtë aspekt ka dhe lëvizje pozitive, por megjithatë ne duhet të flasim për ato të cilat po qalojnë dhe për ato të cilat jemi të brengosur. Sot për shkak të moskonsumimit të Kuvendit të Kosovës dhe qeverisë të Kosovës, kemi më se 10.000 punëtorë në nivel të Kosovës ku pagat e tyre nuk i kanë marrë, dhe me këto veprimet që po i bojnë qeveria e Kosovës dhe parlamenti, shumë kompani ka obliguar që të hyjnë në kredi, që të kryejnë pagat për punëtorët e sektorit privat, po flasim për ato kompani të cilat kryejnë shërbime për institucionet komunale dhe ato shtetënore. Në nivel të, po flasim në qeverinë, në komunën e Prishtinës, për shembull kemi punëtorë të qendrës mjedisit familjare që për 13 ditë nuk i ka derë parët komuna tek kompania private, dhe kemi punëtorë tek nek të cilët në për shumë shkolla dhe në vetë kuvendin komunal të Prishtinës, punëtorët nuk i kanë marrë pagat pothuajse gati që 13 ditë, për shkak dhe për arsye se qeveria e Kosovës nuk i ka derdhë mjetet obligative konform ligjeve mbi financimin. Dhe tani, ndoshta është edhe një kohë për t'i falenderuar pronarët e kompanive, sepse unë jam gjithherë me ta, po flas për një kategori të tyre të cilët ata kanë hyrë në kredi që të paguajnë pagat punëtorëve, me një vullnet dhe me një dëshirë që shumë shpejt pagat të tyre do të paguhen nga, po themi, operatori. Sigurisht që për të paguar më shumë se 300-400 punëtor pagat që nuk i kanë marrë që 3-4 muaj dhe t'i bie barë kompanisë, kjo është shumë e rëndë, por tani në këtë moment vërtet jemi në një ngërç shumë të madh, sepse edhe kompanitë më i kanë harxhuar gjitha mjetet e veta, dhe po e rrezikojmë ta nxomë qendrat e mjedisit familjare të komunës Prishtinës janë takimin e mbajtur me te, kemi lutë një farforme që t'i kryejnë spaku të shërbimet minimale, sepse në bazë ligjit këta nuk kanë asnjë obligim konform edhe kompanisë edhe komunës së Prishtinës. Si po e gjon tani si është çështja e punëtorëve në vend që aty ku kemi qasje, aty ku kemi lidhshmëri direkt me qeverinë e Kosovës, parlamentin dhe kuvendet komunale, ta kemi një situatë shumë më të mirë, me paga më të rregullta, me paga më të mëdha, ne po e kemi të kundërtën. Në vend që të lëbojmë se si ta bëjmë një nënshkrim të një marrëveshje kolektive dhe të avancojmë përpara, ne po kthehemi në pikën zero, sepse tani po luftojmë që si të marrim ato paga të cilat ka edhe kompani që nuk u ka dhënë punëtorë më shumë se 3-4 muaj ditë. Përderisa në një pjesë të madhe, për shembull tek punëtorët që i themi kështu që nuk kryejnë shërbime për institucionet publike dhe komunale, gjendja e tyre është më e mirë se që ka qenë, pagat e tyre janë paksa më të mira, kushtet e tyre janë më të mira, por ne themi, po themi kështu me plot përgjegjësi se kjo përmirësimi i këtyre kushteve nuk ka ardhur për shkak se pronarët e kompanive kanë ndije një obligim ndaj punëtorëve, por këto ja ka imponuar situata për cilën
mungesa e punëtorëve, do them, në gjithë Kosovën, ka bërë që tani pronarët e kompanive të luftojnë, në veçantë të luftojnë për punëtorë të kualifikuar, sepse ne kemi ende punëtorë të pa kualifikuar një numër, por thënë, po them, pa hezitim, kjo pjesë e këtyre kategorive të punëtorë ka nevojë që ende të rritin këto paga, por megjithatë nuk jemi keq në krahasim me vitet të kaluara. Zotë Azemi, ka qenë vështirë viti 2025 për faktin që ka pas institucione, po institucione kanë qenë në detyrë. Ka qenë vështirë për sindikatën, përkatësisht për juve, si kujtove kësaj sindikate, të adresohuni shqetësimeve të juja sindikale. Ne kuptojmë që sindikatat gjithherë nuk e kanë letë luftën që bajnë gjithherë në korniza të ligjeve. Por hala më e vështirë është ajo kur partnerin nuk e kije në farforme partner serioz, dhe këtu ndryshojnë çështjet. E marr një rast konkret, për shembull që e thatë këte. Dikun nëse nuk gabojnë qershor ose në korrik për 12 ditë punëtorë të sigurimit të ÇKUK-s, për 12 ditë kanë nejtë jashtë vendeve të veta të punës. Kanë nejtë për shkaqe të individëve të cilët kanë menduar që të përfitojnë në, po themi kështu, rreth rrotullimit e të nderit. Dhe çka është hala më e rënda kjo. Këta punëtori kanë marrë dikun ka 323 euro. Kanë dalë nga institucionet tona që në vend që një farforme të solidarizohen me neve, dhe dalin pikërisht nga ministrit ku ne kishme partneritet për të zgjidhur këtë problem, dhe thonë, ndëgjoni, këta kanë prapavi politike. Prapavi politike do të thonë i quheshin punëtorët të cilët ishin të larguar pa të drejtën e tyre, do të thonë larg pagesës, i kishin flak tërësisht prej punës, dhe këta njerëz dalshin kërkojshin që të kthehen sa më shpejt në vend të tyre të punës, dhe institucionet tona thonin, nuk i kishin, ose po them në çfarë niveli kanë rënë, në vend që të luftohet se si të kthehen sa më shpejt në vend të tyre të punës, këta thonin ka prapavi politike, dhe pse në fakt është domethënë në shumicën e rasteve në këtë grevë që kemi bë, një pjesë bukur e madhe punëtorëve dashur me liruar sepse s'kan pas mjete as deri në grevë që të keni qasje. Qa mund të themi, kemi pasur një dialog, ne kemi pas dialog, kretë këtë dialog është bo vetëm me fuqi, me forcë. Kemi pas dialog kur kemi bo protest, kur kemi bo grevë, kur kemi dalë punimet. Përndryshe, si partner, nuk kemi respektuar asë një herë, ashtu si e donë, po themi, çështjet ligjore që i kemi në nivel të Kosovës. Me një partneritet të tillë, gjithherë kemi qenë kundërshtari desh, po aq ma keq që neve shpeshherë në kërkesat tona reale na qesin një terren krejt që domthon këta janë ata të cilët donë me trazu Kosovën. Merrni me mend sa jemi të sinqertë që nuk e meritojnë këtë sinqeritet të jap dikush. Që nga fillimi ose që nga vendosja e datës për mbajtjen e zgjedhjeve komunale, domthon ne kemi marrë vendim edhe më herët që gjatë fushatave zgjedhore nuk bëjmë protesta dhe nuk bëjmë greva edhe përkundër asaj që jemi të dëmtuar shumë. Vetëm me një arsyetim që spakut çështjet tona ligjore, zgjedhjet mos janë të ngarkuara dhe mos japim dikujt, po themi mos i afektojmë dikujt pozitivisht e dikujt negativisht, dhe jemi duruar dhe kemi qëndruar që nga shtatori për shumë gjëra dhe nuk kemi bë grevë, pikërisht për të që e thash më herët. Kemi hyrë në muajin e 4 dhe punëtorët, dikush ka marrë një rrogë, dikush ka marrë gjysë rroge, dhe kemi dashur një stabilitet zgjedhor ashtu siç duhet, por po e them sinqerisht e bëjmë për vete, përndryshe udhëheqësit tanë nuk e meritojnë këtë stabilitet sepse po e keq përdorin. Cili është drejtimi i punëtorëve në sektorin privat? Po mundi tim përcjellni dhe të shihni gjendën e punëtorëve. Tani edhe organizimi e ka marrë një fuqi të vetën, pasi që rezultatet e bojnë të ditur që faktisht ne jemi një krah i fortë i tyne, të jemi shumë real, domethënë është shumë më lehtë se sa ajo që ka qenë para 2-3 vitesh, për dy arsye. Arsyeja e parë është mungesa e fuqisë punëtore dhe arsyeja e dytë është organizimi sindikal. Dhe arsyeja e tretë është, po themi, në farforme ne po koordinohemi me gjitha institucionet relevante dhe në shumicën e rasteve po ja dalim. Ama vetëm ata që kanë,
po themi raportet, për shembull me organet kompetente për zgjidhjen e një problemi, shpeshherë shohim që këto institucione për cilat janë të thirrura dhe janë të paguara nuk e kryejnë obligimin e vet, po them në shumicën e rasteve ashtu siç edhe duhet ta kryejnë. Duket pak sa paradoksale, ose e pa vend që të veprohet në formën që do t'i takoj dikujt tjetër, institucionin në mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve, realisht mëzëshme është sindikata, ju si kryetar se sa vetë institucionet. Gjatë këtij viti kemi pasur një numër të konsiderueshëm të vdekjeve në vendin e punës. Fatkeqësisht është viti më dhëmshëm i gjithë kësaj periudhe të pasluftës. Ne themi që vetëm një punëtor nëse na vdes në vendin e tyre të punës është shumë e rëndë, por megjithatë që nga 1 janari deri në fund tetorit këtë vit kemi 29 raste të vdekje në vendet e tyre të punës. Hala më e rëndë është ajo për këtë, po themi kështu, trishtim që po ndodh, institucionet tona relevante nuk e kanë bërë as hapin më të vogël lidhur me përmirësimin e kushteve të këtyre punëtorëve në vendet e tyre të punës. Unë nuk du të hezitoj që normal që ne flasmi, ne japim me donat tona dhe ishmi në një takim me kryeinspektorin dje dhe në mes tjerash doli një kërkesë nga kryeinspektori që ne mos dalim me shifrat tona që japim sepse nuk po korespondojnë me shifrat e inspektoratit. Derisa inspektorati për këtë vit deri tash kanë 15 raste të vdekje në vendet e tyre të punës, ne kemi 29 raste të vdekje në vendet e tyre të punës dhe në një farforme ishte edhe një kërkesë e tine që spaku të koordinohen, por si mund të koordinoj une me inspektoratin e sekondë qoftë tjetër, kur ne kemi dhënat sakta me gjitha dhënat e një punëtore, tash themi hajde se për hir që pe kërkoj ka inspektoratit të zvoglojmë në këtë rast vdekje. Janë shifra të ndryshme ka shija asaj që është realiteti. 29 vdekje kanë ndodhur në vendin e punës dhe inspektorati i punës deklaron që 16. Pse kjo? Ne, sepse mbrena dikon po them 1 muaj ditë jemi takuar 2 herë me kryeinspektorin, nëse me tatimi dhe me drejtorin inspektorat dhe i kemi treguar arsyet. Ne konsiderojmë vdekje në vendet e tyre të punës punëtori që nga fillimi kur del nga shtëpia me shku në punë dhe në momentin kur kthehet në shtëpi. Rastet ralla na kanë ndodhur që gjatë udhëtimit po mendoj të kësaj periudhe të vdesin punëtorët. Por ne konsiderojmë kur punëtori me kamion, në shembull, i mbushur me zhavar, duhet ta bartë nga një vend në vendin tjetër, sepse e urdhënon pronari i kompanisë, edhe për sa ka shkuar, dhe gjatë kohës të punës, gjatë shkuarjes, gjatë kohës të punës, pëson aksident, domthon punëtori pa fajin e tinaj. Pëson aksident sepse ndoshta kushtet e punës nuk janë në rregull, pëson aksident sepse ndoshta vetë automjeti për cilën e bën bartjen e këtij materiali dhe nuk është në rregull dhe për neve konsiderohet që ky person e ka humbur jetën në vendin e tij të punës, pavarësisht në çfarë forme qysh dhe çka. Nëse ai qëllimisht shkon dhe e bën një skandal, është diçka tjetër. Përndryshe ai ka qenë në vendin e punës, ka qenë duke e kryer një obligim që ka në kuadër të kontratës për kryer në shërbimet që kryen ndaj atij operatori. Një element tjetër që deshëm të dim lidhur me këto vdekje në vendin e punës. Pas vdekjes, sa janë përgjegjshme kompanitë lidhur me familjarët e punëtorëve që mbesin pa vllaun, pa prindin, pa antarin e familjes edhe kompenzimi që mund apo duhet të ketë. Kemi, po flas tani më 3 raste të veçanta. Kemi raste kur për shembull kompania Albi një punëtor i sigurimit ju pat vrarë në vendin e tij të punës, ju ka vrarë domethënë po themi aksidentalisht dhe kjo kompani i ka ble banesë kësaj familje. Kjo kompani i jap pagë kësaj familje sepse ne kemi qenë edhe ndërmjetësues. Deri në moshën 18 vjeçare kur fëmia i tij që të bëhet i gatshëm për punë dhe ka marrë për obligim që ta marrë fëmijën e tij në vend të punës. Domthonë ka qenë marrëveshje kështu dhe ajo marrëveshje është tërësisht u respektuar. Në rast të tillë ka ndodhur në Maksi. Ka vdek punëtori normal,
edhe është me pagën për cilëse. Mos harroj që Albi Malli jep pagë për cilëse ende kësaj familje dhe domthonë edhe për te saj. Kemi raste të tilla, kur institucionet tona faktikisht domethënë kemi pas ndarje të familje për shkak të këtyre rasteve, sepse familjari ka vdek dhe gruaja e tij me fëmijë dhe vllazërit e të vdekurit kanë qenë bashkë. Tani çka bën? Kompania e mashtron gruan e të vdekurit dhe i thot unë du t'jap ka 300 euro pagë hiç dorë prej ndjekjes penale. Përderisa vllazërit e të ndjerit i preferojnë edhe kunatës që të lutem le të thot ligji të vetën. Mos u mashtro me 300 euro sepse kemi raste kur kanë filluar dhe e kanë lënë në gjysmë. Po domethënë ato që domethënë edhe këto raste kemi kur pronarët e kompanisë kanë ndikuar që edhe ta shpartallojnë edhe familjen për këto raste. Dhe ka pas ndarje të familjes pikërisht për këtë. Dhe kemi raste ku në fakt vdes punëtori, kemi pasur raste kur edhe në ceremonitë e varrimit nuk kemi pasur mjete me vot ceremoni varrimit u dash me kërku mjete për ta kryer këtë ceremoni. Hala më e keqe është ajo që këto procedura për të ditur definitivisht se kush është fajtor zgjat me 70 vjet, i gjalli mund të ndikojë te gjykatësi, përderisa i vdekuria nuk mund të ndikojë. Dhe unë e tham që drejtësia e vënuar është e barabartë me një padrejtësi. Në moment kur ty një lëndë të zgjat 70 vjet, shumicën e rasteve lëndët i hupim dhe fajtor mbeten punëtorët, me çka unë duke ditur këtë procesit, kemi kërkuar nga qeveria më hershme edhe nga këto qeveri që tjetë një fond i veçantë simbolik që do ta menaxhon vetë qeveria e Kosovës, që në momentet tilla kur një punëtor, sepse për të hyrë në katin e 10-11 pa e pas ne themi një siklet madh ai nuk e bën me hip sepse ai e din që rrezikon jetën në çdo moment që do të them sepse janë kryesisht njerëz të varfër, njerëz që nuk kanë po themi gjendje të mirë sociale, ta kemi një fond veçantë dhe përderisa të mos përfundoj procedura gjyqësore, ta kemi një mbështetje simbolike për atë familje sepse ta lëm anën e atij që vdes faktikisht i gati po ju marrën vdekjen edhe gjithë anëtarët e familjes tjerë sepse gruaja duhet ta ketë një mbështetje financiare, fëmia duhet ta ketë sepse duhet të shkollë dhe paramendojeni që buxhetet tona japin për dëshirat të dikujt për gjithçka dhe nuk e financon atë fond që mendoj që ndoshta brenda viti mund t'i kushton të deri në 100-150.000 euro. Domethënë jeta e një punëtori për qeverinë, parlamentin dhe gjithë institucionet tona është e barabartë ndoshta sa po themi kështu jeta e një pule. Zoti Azemi, ne e dim proceset gjyqësore si shkojnë, sa vite marrin me mbi 50 vite, secila lëndë që nuk diskutohet. A duhet të kenë prioritet? Këtë ndryshim që në këto raste të vdekjeve të kenë prioritet këtu, sepse në një familje që ndodh vdekja, për pas humbjes së anëtarit familjes, krijohet edhe krizë financiare, që derisa zgjidhet ai problem, pothuajse ka lënë edhe ajo pjesa më e vështirë e asaj familjes brenda një periudhe 5-7 vjeçare. Ju dini që sa beneficionet i kanë deputetët të Kosovës. Vërtet ka një kurnarësh me analizuar të merë. Deputeti i popullit që zgjedh për të mbrojtur drejtat e këtij populli, këtij komuniteti, këtyre punëtorëve, deputetët më të shumti janë shqetësuar si ta bëjnë edhe nga një asistent për veti. Merrni me mend, domethënë po do të më pagu plus 600 euro një asistent çdo deputet, sepse atina do të më quhet fëmin në shkollë, do të më aktive shkolla dhe në fakt nuk bojnë kurfar pune. Dhe shkojnë dikon rreth 90.000 euro në muaj shkojnë për këta njerëz të panevojshëm. Jo dini beneficione tjera që i kanë me shpenzime nafte, me meditje, me sene. Dhe këta njerëz nuk kanë menduar këtë që po e thoni ju, që s'pakut, sepse ne kemi kërkuar që ta kemi një gjykatë punës, për cilën rastet që kanë pronar, punëtor, s'pakut të zgjidhen brenda një kohë, një mujore ose 2 mujore. Nuk e bojnë këto, po
po t'i kishim prek në lkurën e tyne, po t'u kishin punuar fëmijët e tyne në për banesat të larta dhe po t'ishin lënduar se larg asaj po t'ishin vdek, unë mendoj që këta kishin më marrë me prioritet, sepse këta syti kanë për me keq përdor edhe një pikë natë nëse jipet me të drejtën e kuvendit, dhe këta deputet që kanë dalë e kanë shky gërmazin në për kompani, në për puniste, na jepti neve votën sepse ne kemi me punu për ju, ne kemi mendu për ju që në fakt, jo që është hera e parë. Këta deputet në shumicën e raste, po themi ndoshta më mirë kishte me qenë mos me pas hiç. Unë kam menduar që më mirë kishte me qenë me bën një kuvend të plegjve, të ulë me bisedu dhe si të orientohen këto probleme, se sa këta njerëz. A ka ma kulturë, po shprehim kështu, e poshtër se sa deputetët tonë, ajka e shtetit tonë, të shkojnë në Parlamentin e Kosovës, të japin vizion problemeve dhe çka është bo. Tani edhe punëtorët, edhe popullata kimi ndëgjën rrugë. E pesh ka i tha ky deputet, këti deputeti, që me të vërtet, gjithçka mund t'jetë, gjithçka mund t'jenë ata njerëz brenda, po vetëm njerëz dhe deputet nuk mund t'jenë. Parandalimi i rasteve të rënda, fatale, që mund të jenë edhe me jetë, po ashtu edhe dëmtime që janë me dhjetra, me qindra, ndodh në bazë të një shteti ligjor, funksional dhe operativ. A është edhe mungesë e mbikëqyrjes së kompanive, në këtë rast kompanive të ndërtimit që ndodh kjo më shumëti, që shpesh herë ndoshta nuk kontrollohen kompani të ndryshme me vite të tëra. Dhe mos mbikëqyrja këtyre kompanive, firmave, ndodh që të ndodhin fatalitet. Ka pas raste kur njëjtat rast ka ndodhur, por në rastin e dytë ka qenë me fatalitet dhe po ndodhin këto gjëra. Gjithçka që ka thëmë, du të them me përgjegjësi, 95% të rasteve që vdesin, shkaktar është njeriu. 95%. E para. E dyta, ne sot kemi një inspektor, ndoshta mundohet që para një muaj ditë ose 2 muaj ka ndryshu, e kemi që e mbikëqyr ligjin mbi sigurinë dhe shëndetin punë, e mbikëqyr ligjin e punës, e mbikëqyr ligjin mbi organizimin sindikal dhe shumë ligje të tjera. Dhe tani paramendojeni ju. Një inspektor sa ka fuqi dhe sa ka aftësi me e vlerësu riskun e një kompanie për rrezikshmërinë e vet. Kemi të sinqert, nuk mund ta bëjnë këtë. Nuk kanë kapacitet. Njerëz profesionista nuk qëndrojnë edhe në inspektorat tani, sepse edhe ata nuk i kanë kushtet si duhet, çka duhet. Por edhe vetë fakti që ndodhin rastet dhe po them në këto raste mundohet që pronari i kompanisë për shkak se është vlerësuar që ai është fajtor, mbahet 48 orë dhe pas 48 orëve ai shkon mbrohet në liri, e që ende nuk ka ndodhur një pronar i kompanie të dënohet sepse nuk e ka vlerësuar riskun ose përgatitjet që është dashur me i bë për ta kryer atë punë nuk e ka bë. Kështu që gjithaj kemi inspektor, kemi ligj mbi sigurinë dhe shëndetin punë të mirë, kemi inspektor, po them në atë aspektin inspektor, kemi inspektor, po nuk vlerësohet dhe nuk din me vlerësue riskun, të gjithaj kemi, nuk e kemi vullnetin, aq ma keq nuk e kemi disiplinën, sepse ata pronarët kompanive janë të obliguar që në vendet ku ka rrezikshmëri ta ketë një udhëheqës i cili e njeh lamin e riskut që duhet të certifikohet një zyrtar për çështje ligjore mbi ligjin mbi sigurinë dhe shëndetin punë, por realisht ne po kalojmë sikur para një fortune, nuk po merremi seriozisht dhe pikërisht kjo është ajo për cilën pjesa më vitale e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës kanë ikë, sepse në secilin kanë që të kthehet sheh keq, nuk sheh pagë dinjitoze, nuk sheh siguri në vend punës, nuk ka një kredi të arsyeshme, sepse këta njerëz që punojnë me 400 euro, këto do ta ketë një shtëpi, do ta ketë një familje, dhe paramendoj kur i përmbledh të gjitha këto, njerëzit kanë punuar me 20 vite këtu duke provuar se do të bëhet mirë diçka, dhe përfundimisht i ki edhe punëtorët moshë obajgit që ju ka dashur me lëshu Kosovën për një mirëqenie sociale, jo se atje pret mrekullinë, sepse
se cili e dim që në gurbet edhe fare pa punuar nuk është lehtë, vetëm të qëndrojsh edhe nëse e ki të gjitha, po themi kështu, kërkesat e mbuluara, por megjithatë shpeshherë duhet të ndahet baba prej vetmi djalë që e ka me lënë në shtëpi, po edhe kundërta. Unë jo shumë raste që familja e ka vetmin djalë, po themi vetëm dritë synit që ka për atë shtëpi, duhet me lëshu shtëpinë sepse ne ja kemi imponuar me lëshu vendin e vet, për cilën fatbarësisht domthon ata domthon respekt për gjithë ata që kanë dhënë jetën dhe gjakun, që ne ta gëzojmë këtë liri ashtu si duhet, por megjithatë po e keq përdorin njerëzit pushtetarët. Çdo herë që keni mundur të gjeni hapësirë publike nëpër media, nëpër rrjetet sociale, keni ngre alarmin. Kosova pas zbrapset. Jeni një nga zërat që çdo herë e keni po si alarm kombëtar. Po, ne sigurisht dikon në vitin 2023 e kemi kërkuar kryeministrit dhe ministrit financave pikërisht të ulmit bisedojmë sepse me liberalizimin e vizave ka me humbë truni dhe shpirti i punëtorisë kosovare. Asnjëherë nuk e kanë pa të arsyeshme që të vinë dhe të bisedojnë. Ne kemi dhënë shifra shumë herë përderisa për institucionet relevante, domethënë kanë thonë që ja ky është një defitist që jep shifra të pa kontrolluara dhe ju e dini që këtë vit ATK-ja ka dalë, domethënë që i mungojnë 106.000 punëtor që janë hik nga regjistri sepse këta njerëz kanë ikë, që do të thotë në moment kur ata kanë dalë prej procesit për mos pagesën e trusit, ata veç kanë dalë jashtë. Ditë më parë, apo javë më parë, është diskutuar pak para zgjedhjeve, para balotazhit, edhe u bë lajm paga minimale, 500 euro. Por kur e kemi parasysh që 5 vite kanë qeverisur dhe nuk është trajtuar kjo çështje në këtë forme, cilën është opinioni juaj lidhur me këtë opinion apo këtë deklaratë edhe nga institucionet? Ne edhe jemi kritikuar pse kemi shkuar në takim, por megjithatë ne kemi qenë të vetëdijshëm se do të kritikohemi. Ne edhe nesër nëse na thrasin nuk ndëgjojmë për sepse unë kam orientimet e mia, qëllimet e mia. Dhe unë e them shumë mirë është bëhet që është rritje pagë minimale. Veç nuk rrit për shkak të vullnetit të një ministrit ose të një kryetarit të sindikatës. Këto e bë për shkak që të përfitojnë vota me këto veprime dhe vendime që do t'i bojnë. Dhe po e themi në shumicën e rasteve, gjendja e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës do të përmirësohet vetëm atëherë kur ne do të kemi zgjedhje sepse këta po duhet t'u ofrojnë diçka opinionit nga papunësia e tyre që nuk kanë bërë asgjë. Tani, domethënë mundohen që përmes lëvërdive, përmes beneficioneve, njerëzit të kthejnë prej veti dhe të fitojnë diçka për tyre. Merrni me mend. Do të precizohet ky premtim i dhënë? Për neve është një premtim i përfunduar dhe ne kemi qenë akter të këtij vendimi dhe unë mendoj që ata duhet të respektojnë. Nëse nuk e respektojnë, normal që do të ketë gjykata dhe që këtë proces të ashtojnë përpara. Dhe merrni me mend. Ne sot në Universitetin e Prishtinës i kemi rreth 400 punëtor që marrin pagë 292 euro. Punon ai punëtori prej orës 8 deri në ora 4, edhe punëtori sigurinë fizik, edhe punëtori teknik. Dhe që nga nëntori i vitit të kaluar, ja kemi qitë në tavolinë, ne po paguani punëtor jashtë legjshëm, sepse paga minimale është 350 euro. Dhe kanë thonë, na fal, është kjo kontratë që duhet përfundoj. Dhe ajo kontratë mund përfundoj edhe në vetës së dy. Nuk ka mjete, nuk ka është parashikimi i buxhetit. Dhe tani mos na merr dikush për të keq që e themi këtë sepse ne gëzohemi çdo metaliku që shkon në llogaritë e çdo qytetari në Kosovë. Por pat mjete për student të ndaj ka 100 euro secilit dhe nuk pat mjete me përmbush vendimin e vet ligjor lidhur me pagën minimale. A thuj çka i thonë kësaj? Edhe tani, ju e dini që ne që nga viti i kaluam dhe tash kemi thonë që pagën minimale e dojmë që nga shtatori 600 euro. Nuk lëvizën. Kur lëvizën? Kur e panë që ne do të shkojmë të kutijat. Dhe tani, sa do të ketë efekt, nuk është çështja imja.
e imja në të përgjithshëm po them, po përfitojmë në momentin kur po kemi zgjedhje sepse domthon po luftojmë për mu zgjedh vetë, nuk po luftojmë për mirëqenien e punëtorëve dhe faktikisht po bën veprime po them veprime të kalamajve. Por çka ti bësh? Ne mi këtu dhe ne e themi edhe nëse 10 cent nesër ka me desht me rrit këtë pagë, përkundër asaj që po bëhet jashtë lidhshëm. Në sekretari sindikatës ka me qenë aty, sepse kanë të drejtë me thonë punëtorët e po pse nuk ishe ty. Sado që ka qenë pyetjet, kryetar, po për 5 vite rregullisht ke kërkuar që tulesh bisedojsh për probleme dhe nuk të kaftuaj, pse i shkove? Kam thonë, unë edhe 50 herë kam e kërku mu taku me ta. Në qatë moment që të më tret, kam e shku sepse kam e thonë që çfarë kryetare, keni, unë deshta me rrit pagën minimale, ky nuk ka dashur me ardhur me çel pjesë për bërë, se sado që kjo pagë është marrë në mënyrë të jashtëligjshme. Zoti Azemi, edhe për fund, institucionet janë përgjegjëse të mbikëqyrën edhe këto probleme shqetësime që i bisedum, mungesën e pagesave nga kompanitë e punëtorëve të tjerë, por tani kemi një kërcënim nga punëtorët e sindikatat e RTK, Radio Televizionit të Kosovës, ku kërcënojnë që nga hënia nuk do të punojnë për shkak të mos pagesave të tyre. Fatkeqësisht unë nuk po shoh një zgjidhje sepse edhe unë kam po ditë në rast tek punëtorët e sektorit privat Kosovës. Kjo mos zgjidhje është në dorën e deputetëve dhe në dorën, po them, të ish ministrat të qeverisë. Unë po shoh një ngërç politik që nuk po shoh zgjidhje. Ata mund të hyjnë në grevë, edhe ne i mbështesim, por megjithatë realisht ne nuk po shohim sepse aty ku duhet të zgjidhen këto probleme, ato vetëm sa po vinë duke u zmadhuar. Ky thot nuk po don me ma votu buxhetin, ky po thot unë jam opozit dhe ti ke për obligim me aprovu buxhetin, unë nuk ta aprovoj buxhetin sepse ti ke numrat dhe këso farë ne po shkojmë në pafundësi. Njëra palë, po koqit kokën dhe ndoshta ka të drejtë politike që thot ti i zoti shtëpisë, ti zgjidhe problemin, por derisa pala tjetër po don me shantazhue edhe këta të tjerët, po një farë po na shantazhon edhe neve që unë e kam thonë djenë një takim. Po më duket që kam thonë edhe që në studje sa ka qenë para një kohë shumë shkurt. Nëse vazhdon çështën. Punëtori s'ka me vetë kryeministrin, punëtori s'ka me vetë kryeparlamentarin, s'ka me vetë deputetin, s'ka me vetë as sindikatën, ka me gjetë rrugën e vetë. Po çaj rrugë është shumë e rrezikshme për të gjetë sepse fundit nuk këta njerë që na udhëheqin neve nuk e din çka është me pas mungesë të banave për një fëmijë që i smuhet, të mos flasim për gjëra të tjera. Këta në fakt për mua janë sikur kur janë në gjendje të dehur dhe nuk janë të vëdijshëm çka janë duke bërë. Sepse ata shtyen me natën mes vetes, sepse kanë. Ne nuk kemi. Ata nuk dalin me ndëgjue, domethënë se marrin një ditë në zyrën tonë me ardhmë ndëgju hallet të punëtorëve, për cilat për shembull nëse edhe një ditë ja vanon bankat shkojnë dhe ja konfiskojnë një tro pasuni që e ka një fshisë të rrymës ose diçka tjetër, kështu që po them, këta mujnë me kon gjithçka, po këta nuk janë udhëheqës dhe këta nuk janë deputet të çti populli, që ky populli ka zgjedhur. Por megjithatë nuk e di, fajin e kemi edhe ne sepse nuk jemi në nivelin e duhur, sepse çfarë jemi i kemi edhe këta. Zoti Azemi, faleminderit për kohën dhe opinionin dhe ju urojmë sukses. Faleminderit për jush. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.